Një kurs në mrekullira 18. Unë hap zemrën dhe shpirtin për dashuri, përgjegjësi dhe mësim. Kur mendimet dhe veprimet i shërbejnë faljes dhe dashurisë, atëherë pranojmë bekimin e sigurt nga Zoti. Paqja e Zotit është gjithmonë në të tashmen. Ai që kërkon të vërtetën nuk mund të dështojë. Ti je vetë paqe, gëzim, harmoni dhe përmbushje e plot në Zot. Vetëm në paqe në brendësitë tonë bindemi se nuk ka ego. Zoti është vetëm dashuri dhe nuk ndryshon kurrë. Nuk ka kurrfar arsye të frigohemi. Dëshira e Zotit është që na të kënaqemi dhe të lirohemi nga iluzionet, nga ndarja, nga bindjet e egos. Nga kjo botë nuk ka asgjë të sigurt dhe konstante. Kjo çka ndryshon është ëndër, nuk ekziston dhe ja dorëzoj Zotit. Sa thellë në nënvetdijen tonë është e mbjellur bindja se Zoti na ndeshkon. Kjo ide na shkakton frikën më të madhe. Ne Zotin e kemi menduar të ndarë diku në qiell, pastaj Zoti e ka kriju botën, kështu kemi menduar gjithmonë. Prandaj edhe Zotin duhet me falë. Falja është i vetmi funksion që kemi këtu, të tjerat i harroj. Jam roje edhe vëshkues i mendimeve të egos, nuk ju besoj dhe ja jap Zotit, që vetëm plani i shenjtë i Zotit të funksionojë. Marr frymë thellë edhe të gjithëve ja jap lirinë, paqen, gëzimin edhe shërimin, të cilat po i ndij tash vetë. Tërësia e ime është shenjtësi dhe tash zgjidhet çdo problem. Koha nuk ekziston. Ekziston vetëm momenti i shenjët tash. Jemi të bekuar, marrim frymë, dashurinë dhe dritën e cila jemi vetë, që të zgjerohemi në pakufi, në këtë moment të shenjtë dhe paqja lulëzon. Dashuria të krijoj si vetveten në vetvete. Shenjtësia dhe shërimi të krijoj si vetveten në vetvete. Fati dhe gëzimi të krijoj si vetveten në vetvete. Përmbushja e plot të krijoj si vetveten në vetvete. Bukuria, pasuria dhe paqja të krijoj si vetveten në vetvete. Unë e njoh Zotin çdo ku dhe në çdo gjë që shoh. Çdo gjë është dashuri, çdo ku është dritë edhe shenjtësi. Si të ndihmoj, o Zot, dua korrigjim. Me këto leksione po mbushet zemra vetëm me kënaqësi e shërim. Kënaqësia jonë është konstante, sikur mos i besojmë egos. Ne gjithmonë merremi me problemet e kaluara dhe frigohemi për të ardhmen. E ku është e tashmja? Ku është e vërteta? Në shpirtin tim për te mendimeve, në qetësi dhe paqe. Si do të ishte sikur mos t'i besojmë ligjeve të egos dhe në çdo situatë të ndikojmë mrekulli?
Më ndihmo o Zot ta njoh faljen çdo ku. Nuk gjej fjalë për falenderime që i kam për të vërtetën. O Zot, prano falenderimet për zemërta. Çka kam bërë unë deri tash tu i besuar egos? Ju kam kufizuar në trup, ja kam marrë lirin të gjithve. E vërteta, drita dhe dashuria u mbuluan nga errësira, nga mlefi, nga ego. Unë ja dhash të me thanjen çdo gjëje në botën time. Më lejo o Zot që mrekullit ta zaventësojnë mlefin dhe errësirën. Mlefi në kurs paraqet çdo pakënaqësi. Faleminderit për të drejtën e mrekullisë, me respekt e dashuri të thellë për të gjithë që po ma mundsojnë faljen. Tash le jetën time në dorë të Zotit dhe nuk brengosem për asgjë. Zoti është siguria, mbrojtja, kujdesi dhe punëdhënësi i jon. Faleminderit që sot ju njoh, o vëllezër. Faleminderit për dritën që sot e shoh në ju. Faleminderit o çliruesit, shëruesit dhe mësuesit e mi. Ti je mrekullia vetë. Ne të gjithë jemi mrekullia e Zotit. Zoti na don shumë, shumë. Sot po qesh zemra ime me të gjithë në Zot. O Zot, ti thua se mrekullit shihen vetëm në dritë, dhe drita dhe dashuria janë një. Më lejo që vetëm nga drita e planit të shenjët, me ty ta perceptoj, ta përjetoj faljen e vërtet në secilin dhe në çdo gjë. Nuk ka dëshirë tjetër përveç se dëshirës së Zotit. Dëshira e Zotit është lumturia ime, lumturia jon. Prandaj, nuk mundemi të jemi në konflikt. Jemi në paqe, për çdo problem mjafton gatishmëria e jon. Vendimi im ka fuqin, pra vendosi me Zotin. Kjo është mrekulli dhe këtu është Zoti që na ndihmon. Pa dëshirën ton, pa gatishmërinë ton që të falim, besim në ego. S'ka gjinah, mëkat apo fajtor. Nuk ka vujtje apo sëmurje. Në secilin është drita dhe dashuria e Zotit. Nuk dua t'ju besoj syve të trupit. Unë falenderoj engjujt që po e luajnë rolin që ja u kam dhënë në skenarin tim, në planin e shenjtë të Zotit. Fali dhe mlefi zhdukët. Unë shoh dritën në secilin. Ne nuk jemi trup, jemi fëmijë të Zotit me mundësi të pakufizuara. Jemi në procesin mësimor nga Zoti. Zoti nuk i njeh gabimet tona, si një nan që mban fëmijën fjetur në prehër dhe nuk din çka fëmija po andron. Ashtu edhe Zoti na mban ne me dashurinë më të madhe që mund të ekzistojë. Zoti don që të zgjohemi edhe të shijojmë jetën, t'i përjetojmë virtytet që na dha. Çka të fali, o Zot? Çka nuk kam falur akoma, o Zot? Më ndihmo ta njoh të vërtetën, të bindem se nuk jam ego, nuk jam trup dhe e gjithçka po shoh nuk ekziston. Falënderimi ndaj vllaut është dëshira më e madhe për Zotin dhe për ne. Kur e njoh vllaun, e njoh Zotin. Dashuria ndaj Zotit dhe vllaut është falja. Dua me ty, me sytë e tu ta shoh vllaun, me falënderime, me falje, mëshirë dhe bekim.
pa vëllaun nuk mund ta ndëgjoj zërin e Zotit, nuk mund të afrohem te Zoti dhe nuk mund të jam i lumtur, pra jam me egon. Fuqia e jon që të japim dashuri, të japim paqe dhe shërim, është fuqia që vjen nga Zoti dhe që është esenca për mësimin dhe shërimin e përbashkët. A dua të jam plotësisht i lumtur? Lumturinë e kemi në shpirt për te mendimeve që i kemi trilluar për me përjetuar ndarjen. Parashiko tërësinë tënde, shëndësinë tënde, ti je fëmijë i Zotit dhe të gjitha virtytet i ke në vetvete, në shpirtin tënd. Jepja trupin Zotit dhe shijo jetën. Unë jam plani i shenjtë i Zotit dhe harroj mendimet, harroj të kaluarën dhe të ardhmen. Ne nuk jemi nga kjo botë, por i sjellim gëzim dhe lumturi kësaj bote. Zoti është në shpirtin ton, tash ndriçon ai në ne dhe ti ndriço botën. Ti sot je dëshmitar i dritës, dashurisë, paqes dhe shërimit. Ti je dëshmitar i gëzimit, bukurisë dhe prosperitetit. O Zot, ty ta jap gatishmërinë. Kështu e zhdukim frikën dhe egon. Sa shumë gjëra po na mundson edhe interneti, ku do të dija për këtë libër të shenjtë apo për yoga. Vërtet, falenderime edhe vëllezërve që e zbuluan internetin. Falenderime internetit. Fal internetit, po praktikoj yoga në shtëpi. Sigurisht që me mësuesit përkatës do të ishte më mirë, po ashtu si mundem, po e praktikoj. Me rëndësi është me lëviz, me ndi trupin dhe frymarrjen. Dua të theksoj se dje pata prap dhimbje në mëshikësën e urinës, pata të njëjtat simptome sikur herave të tjera. Unë prap ju përkushtova punës sikur që e kam sqaruar në video numër 15. Pas 2 orë të plota u qetësua çdo gjë. Tash ndihem mirë. Ju dua shumë o engjujt e mi. Drita ka ardhur, ne shërohemi së bashku